Goca tani, më thuj qik tani, për këtë kampionat botror, që shikon si risi, si diçka të veçantë, shikon teknologjin, shikon futbollistët, shikon luku, shikon ekipe, që të ka të rejqur? Patjetër teknologjia, po është edhe kjo hyrja e brezit të ri, pra do shikojmë, do më thënë, se a do shënojnë këta një histori që për shumë Cristiano Ronaldo e ka shënuar në skuadrën e tij. Madje kam parë jo më larg se para disa minutash që Ronaldo në fakt kishte ndalur kritikat nga botrori. Mendjemësia e tij nuk e di domethënë, por shpresoj që këta të rinj tani në skuadër ta nderojnë skuadrën. Është mendje madhe Ronaldo po thua? Unë mendoj personalisht që ka Mos ja shaj gozës Ronaldo, mos ja shaj. Pra është profesionist, po mendoj që ka një farë mendjemasie tek vetja e tij, ndryshe nga Messi. Patjetër Messi mendoj që ka pak më shumë mendjemasi se Ronaldo, por nuk e shfaq. Ronaldo, kur ka qenë pak më ri, ka qenë pak arrogant, është e vërtetë. Në këtë moment është shembull për gjithë brezat e ri. Është një njerëz që nuk bën tatuazhe, nuk pi alkol, ja dedikon gjithë jetën stërvitjes. Dhe më thënë, në 99 gjëra pozitive që ka Ronaldo, ajo e minimizon, e zhduk, e kamuflon këtë arrogancën që e vogël që e ka. Po në fillim, edhe unë kam pas pak inat e pjesën arrogante të Ronaldos, por ku arrita të kuptoj që iku në Izrael, nuk ju jap dorën juve as bluzën, as fotografi se ju vrisni fëmijët. Bën gjithmonë bamirësi, është një njerëz që gjithkohës shumë i afrushëm me familjen e tij. E kam poshtur atë arrogancën, se ajo ka ardhur pak dhe nga mosha, domethënë se të vish që fëmijë nga një ishull si Madera dhe ti kesh në Sporting Lisbonës dhe shumë shpejt i transferohesh Manchester United, normal dhe jesh pak arrogant vetvete, është dhe mosha që ndikon. Por sot është një shembull shumë i mirë për djemt e ri që slogani atij kur ka marrë topin e artë ka thënë shumë qartë që talenti pa punë vlen zero. Ai është njëri shembull. Kanë akoma mundësi fizike këta lojtarë? Ç'a mendon? Mendoj që janë limitet e veta. Por mendoj që përderisa janë aty, nuk është se janë se është Messi apo se është Ronaldo. Kjo është nuk ndodh. Mendoj unë. Kështu që ato mendoj që i gjithë populli ose i gjithë kombëtarja ose i gjithë drejtuesit që janë aty, mendoj që ato vlen dhe shërbejnë akoma. Sa minuta fizikisht mund të jenë efektiv në fushën e lojës? Ronaldo kishte thënë që do marr pjesë. Unë mendoj që 60, 65. Si? Po, ashtu kishte deklaruar. Unë mendoj 60, 65, kurse Messi vjen nga një problem, domethënë që fizik, dhe mendoj që do vi gradualisht sipas ato që kemi lexuar nga mediat. Sa vjet do luaj Ronaldo futboll që i bie? 25 ta mbylli. Problem. 41 është ai. Po si mund të luajë botrorin tjetër Ronaldo? Ti vetëm ti je rregull me Ronaldo. Do jesh e gëzuar të luajë 45 vjeç futboll? Po, ai e ka pasion futbollin, përderisa ka pasion. Po pasion kemi ne, po është mosha që është të mërshme 45 vjeç. Dëshira me mundësitë janë larg. Nuk e di kush ka qenë andi, Roger Milla te Kameruni që Atë po thënë Roger Milla, ai ka thyrë rekorde, pa ai ishte si presidenti i Kamerunit, më bënte ligjin për gjithçka, çfarë i thoshin. Roger Milla edhe para 20 vjetësh doli ke reklama Coca-Colës mes botrorit, domethënë ishte shumë i famshëm. Po për lojtarët afrikanë që merren shembull për aspektin fizik dhe lojtari më i mirë dhe i vetmi afrikan që ka fituar top në art i përket një kombëtare si Liberia, George Weah. Kombëtari i Liberisë është shumë e dobët dhe ky s'ka pas mundësi të shfaqet me kombëtarin e tij. E të mërshme. George Weah ka qenë për mua shembulli i anës fizike dhe më kujtohet në një studio televizive kur e morën intervistë që për 100 metërshin. Sa ke arrit, e ka matë në herë stërvitje dhe kur tha, nuk më kujtohet sakt, ishte gati 1.2 sekonda me Carl Lewis, që ishte atëherë rekordmeni 100 metërshit. Domethënë ky afrohesh edhe rekordmenit të atletikës, George Weah. Ai ka qenë përbindësh sa i takon në formës fizike.